Tutorial për përshtatje të qasjes në kompjuter. Duke përdorur opsione për qasje, mund ta bëni kompjuterin tuaj më të lehtë për përdorim. Çfarë ndryshimesh do të kryeni, varet nga sistemi operativ i kompjuterit. Këtë do ta mësoni nëse shikoni në aplikacionet për qasje. Nëse përdorni kompjuter apo laptop në sistemin tuaj operativ, ekziston një spektër i gjerë aplikacioneve për qasje për lloje të ndryshme pajisjesh. Në varësi nga sistemi operativ, aplikacionet për qasje mund t'i gjeni në Control Panel ose në parametrat e sistemit të emërtuar si qasje ose qasje e lehtësuar. Sistemi operativ ju ofron opsione për përshtatje të pamjes së ekranit, kurse, gjithashtu, mund të bëni përshtatje të pajisjes suaj asistuese. Gjithashtu ekzistojnë edhe opsione të tjera për qasje, të cilat mund t'i hapni dhe t'i fitni. Këtu mund të bëni përshtatje të tastaturës, që ta përdorni për kontroll të treguesit ose të përdorni kombinimin e butonave, i cili do t'ju lehtësojë të shkruarin. Gjithashtu mund të bëni përshtatje të pajisjes për kontroll të treguesit. Këto aplikacione bëhen nëpërmjet përshtatjes së opsioneve të mausit. Këtu futen përshtatja e shpejtësisë së lëvizjes së treguesit dhe ndryshimi i shpejtësisë me klikim të dyfisht. Treguesi më shpesh jepet me një shigjet të vogël të bardhë. Mund ta ndryshoni madhësinë, formën ose ngjyrën e treguesit. Ndryshimi i paraqitjes së ekranit. Mund të bëni ndryshim të paraqitjes së ekranit. Këto përshtatje mund t'i gjeni në përshtatje për pasqyrim vizual ose pasqyrimi i ekranit. Këtu mund të ndryshoni madhësinë e tekstit dhe të ikonave. Ky opsion ju mundson ta zmadhoni tekstin ose objektet e tjera në ekran. Gjithashtu mund të ndryshohet kontrasti dhe rezolucioni i ekranit. Me këto ndryshime, personat me të parin e dëmtuar kanë pasqyrim më të mirë në sipërfaqen e punës. Përdorimi i thjeshtë. Shumica e sistemeve operative kanë funksion me të cilin mund të zmadhohen pjesët e ekranit. Ky funksion mund të gjendet si zmadhuesi i ekranit, funksioni zoom ose zgjerimi i ekranit. Nëse e përzgjidhni këtë funksion, mund ta lëvizni thjerrën mbi pjesët e ekranit të cilat dëshironi t'i zmadhoni. Përdorimi i sinjaleve audio dhe vizuale. Shumë pajisje kanë mundësi të lëshojnë tinguj ose ta lëvizin ekranin me qëllim që të sinjalizojnë se në kompjuterin tuaj ndodh diçka. Vendosja e paralajmërimit me tingull ose vizual i ndihmon njerëzit të cilët kanë të dëmtuar shqisën e të dëgjuarit apo të parit.